Është thuja me mbjetu, sot për nesër. Sot ham nesër, apo vakia duhet me këshyrë, s'ka për nani më dikush, s'ka po vjet dika. Ka se ti me 200 euro, s'ka mundësi me mbjetu. Drejtën e punës ta ka nol, ato ta ka nol. Do beneficione stileri u njëhesh, se gjdo shteti. Që kur Kroacia si e ka, qëta t'jene rast social, shtetit a bje për 1 muj dit sanet, e tha, ti e kalos, nuk i problem për bukas për zonat elementare. E këtu janë zonat elementare kyshe. Që ti për shamull fëmija 8 vjeç, a nuk veta ki as ki. A si të quat thët bab buk e mam. Nuk unë me nevojshme më morë shteti, me strehime, me çdo gjo. Une prej 2000-ën kum jetu herë një shpit një shokut, herë një shpit një shokut. Falimnir për tyne se ma kanë lëshu shpinë pa qira. Se ma kanë kunë dhe qiraja, unë s'ja kësha dalë kërku. Dhe ata i falenderoj, për zamërsisht se më kanë një mu. Ajo ndim. Shtetit, unë vesh mesazh. Ju kësha lut, me këshyrë, me bu një pagë minimale për veteranin. Edhe ata si janë tohë për punë, mi jau leju me punu. Me shtin legjë, mi jau leju me punu. Su kur invalidi si e ka drejtën e punës, edhe ne jau me na leju kush mundet. Kam probleme shtetësore mas luftës, ku pas 2 sulme. Ku pas sulm në zemër, ku pas sulm në krye. Kam unazat e deformume, gojtë më dhomi në stop, e tjera. Janë që veç sa dush, edhe veçone po, shumica, se është problem, se njerëzit e marrin, po thome dhe njerë, 2 orë, ose 1 orë, front, është me rëndë se 20 vjetë protesta e demonstratë. Lufta në kupton vrasje, o të vret, o e vrave. E në demonstratë del, e gjuni gurit, e gjuni gjësjetë, po bëha kje dhe ka përcen. Psikologjikisht, lufta është shumë me rëndë. Si shumë se obliguat Ministria Punës dhe Mëshqenja Sociale se të gapoj të themeloj qendrën e stresit post-traumatik. Një qendër që për neve është ka qenë tepër rëndësishme. Pas lufte, secili qytetar që ka marrë pjesë në luftë, mund lirësht të thonë, sepse nisëm prej vetit, po dhe për shumë bashkëluftarë të tjerë, nuk është që kem qenë të barabartë në një tavolinë me një qytetar tjetër që se ka përjetuar lufta. Ato pasoja ka qenë evidente në çdo mes. Do të thotë luftëtarët e lirisë e zgjidhjen e problemit e kanë pa përmes armës, përmes pushkës. Në fillim po flas. Sepse traumat shfaqen. Në fatkeqësisht traumat nuk shfaqen aty për aty, me një herë, ose mas një viti, po zakonisht në atu plak dhe traumat të nga thellu, të nga bëma dhe ma ashtu. Jo, dini kemi dikun mbi 59 është dashme ka numri që kanë bëve të vrasje për i bashkëftarëve të tonë. Shto këtu prej tyre shumica disa të tjera kanë bëhe aksidente shumë pas lufte. Për shkak të këtyre trauma, jemi të bindur që kjo është ashtu. Pastaj ka shumë prej tyre që për me kalu këtë stres, këto trauma të luftës kanë gjithë vetën në alkohol. Tash ky alkohol jo ka prishë dhe familjet. Edhe sot ka nevoj, jo të gjithë për fat, mirë po ka nevoj. Se na po harrojmë se një këto shregullime, këto ndryshimet e jashtëzakonshme. Me kohën, se të vjen nga rkesa, edhe dikur ose shpërthen, edhe për njerëz që nuk jenë përshtatshëm, që kanë probleme familjare, që kanë probleme tjera, që kanë dhe probleme materiale. Për ta është mas e domethënshme. Mirë po, niku realiteti s'ka pas mundësi, tash mundësi ka, po me gjas nuk ka interes. S'janë të interesu mas kush. Asi jem lajmru, vullnetarisht jem lajmru në 91-ën për kyshjet në ushtitju të Kroacisë. Po është histori e veçantë mirë, po jem shku, jem lajmru, ka pranu Rajma Demi, edhe më ka thonë me njerë.
Do më thonë, edhe më herë më kanë kysh në ushtrisë Kroacisë, edhe më kanë kysh si komandant i baterisë, quhet topave, 30 mm, se unë jam artiller për dyshe, edhe ku më vazhdu diku në Kroaci, deri sa o shiru Dubrovniku. Domethënë ku marrë pjesë në luftime aktive, diku i kam 275 luftë në Kroaci, deri sa e kemi hiq edhe pengesën e fundit që ka pengue, që e ka majtë Dubrovnikun në rrethim. Edhe në popull, edhe te populli kroat, ushtria është diçka e shajt, edhe ka mbetë e tillë, edhe sot trajtohen veteran, trajtohen me aktiv të ushtrisë, trajtohen me respekt edhe me dignitet. Veterani që e ka statusin e veteranit është veteran, ka sigurim shëndetësor. Ka sigurim shëndetësor. E para, e dyta, ata që konkurrojnë për punë, që se ka përgatitje adekuate, kanë avantazh në punë publike, qoftë komunale, qoftë republikane, kanë avantazhe dhe pranohen që ka përgatitje. Veterani i ushtrisë kroate nuk mundet me qenë pa punë. Detyrimisht është i punësu. Se ka mundësinë më punësu në institucione publike, e ka mundësinë për kreditim, qoftë se dërë me hapë, për kreditet voljetshme, të leta, të kthyeshme, e ka mundësinë ju dhonë toka, ju dhonë 100 hektar toka në që se dujnë me punu toke. Në vullnetarja ka minimalisht 1,85, edhe shumëzohen dy fish, dita sa dit kena të luft, që shumëzohen dit për penzion. Ki drejt e tjera drejt për parësi për shkollim fëmijë në shkollë, po veç atinve drejtave për shnetësi, na i kena dhe 6 centra se i kena formu, i kena dhe veç për shërim, veteranëve të veçanta, i thujnë veteranski centri. Mune 3 javë dit me gjithë bashkëshortën tonë me shku, mu shëru, mu relaksu pak pa pare, kretë është i pagume. Në kohë se je invalid e ki të natë shërimet pa pare, në gjdo spital për parësi, e ki me shku në baje të shtetit. Janë për parësia e punësimit, se kur e kena demobilizu ushtërin, a konë dësht me po dëshka me ata njerës. Pensionet janë 2 fishta. Invalidi, në kohë se invaliditetit i, që dhe mundet më konë 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, në kohë se që invaliditet, e ka pronë situatën të rritë ajo se përsen mos të në punën, atëri që esin penzion, ja dhojnë pensionin, jo se i thujnë, nuk je mo për ushtar, i thujnë pensioni profesional, jo se të ka morë mundësia, punësis e përjetshme, atëri thujnë opqa, ajo është penzi që dhe vjen manual, ko peshen matnal. Po kur shkosh në penzi, se na si na konë ushtar profesional, kur shkosh në penzion, e marrësh ki punu para ushtarije, të hinë qaj stash në logari, të hinë grada jote, në kohë se i konë e përor, kohë se i ke pas detyrën ushtruse, edhe ajo të arrejt pensionin. Që ashtu si loj, muna më konë 2 persone, me në vend plagosën, po njoni ka pensionin 2.000 kusur euro, o njoni ka nështë 700 euro. Në varë se a jeri invalid 20%, a 80%, a 100%. 100% e kena 2 kategoria, para 2 kategoria, ata të para ata janë karroca, se shumë janë kujdesin për veti, po atinve ja pagujnë edhe personin veçant, cili jorën gati gjithitën e gati me ta, të janë konta në herët në pyqe gratë, po në kose sa konë i martu me ka zgjidh një person cili ka më konë me ta gjithitën e gati, edhe ata pagun shteti. Shteti invalideve jave për gjdo 5 vjetë edhe kjerën e ri falë, se ajo quhet si karroc. Për me mujt invalidi, për me shku veterani, nuk ka penzion si veteran. Po kur shkon në penzion, e kena një
një ligj, cili thot pensioni i veteranit s'mundet më konë më i vogël se 45% rrogës mesatare e cila është momentalisht në shtet 1 vjet para se me shku në pension. 1200, 1300, 1400 euro. E për funi 45%-ve, do me thonë 800 euro për funi së në merë. Kur të shkojsh ti si vullnetar, kur shkojsh në pension, a në varë, a shkojsh si ushtarak, a shkojsh si në bazë ligjit veteranëve, që edhe është lex specialis, ligj i veçantë, atëre ki drejt e tjera. Por në kohë se nuk e ke shfrytzuar, i vullnetar, i koni plagosën për shembull në kam, po ki mujt me heq, ki lëviz, dhe s'ke dosh me shku në pension, ki vazhdu me punu, të e kur se ke bo 65 vjet. Kur shkojsh në pension që të një, atëre të dhënë përparsin koeficienti, ajo numri me cilët shumëzohen dita. Te këta tjerë të shumëzohet me 1,20, jo se 0,80, atë na 1,85. Dhe me thonë që të atëre kina vlerën peshen pak matë madhe.